Inspektorati i Tregut në çdo plan vjetor parashë kontroll të punës së kabareve, klubeve të natës dhe diskotekave. Në planet e tyre qartë qëndron se nuk do të kontrollohet vetëm nëse objekti hotelerik ka dorëzuar flet paraqitje, por edhe kontrolli i licencës dhe kushteve minimale teknike për kryerjen e veprimtarisë hotelerike. Kjo ishte parapare dhe sipas planit për punë dhe në vitin 2023, kur diskoteka Puls në Koçan kishte licencë. Последните информации кои што ги имаме дека токму плановите за работа се дел од истрагата и не би можела тука ништо дополнително да кажам за да не нарушам некаков тек на истрагата. Por planet e shkruara në letër janë tjetër çështje, ndërsa realiteti tjetër. Kontrolli i kushteve minimale teknike që një objekt të punojë si kabare kërkon qasje nga më shumë sektor dhe profesionalizëm më të madh nga inspektorët e Tregut. Në ligjin për veprimtari hotelerike shkruan se objekti duhet të plotësojë edhe kushtet sanitare shëndetësore, kushtet për mbrojtje gjatë punës, mbrojtja dhe përparimi i mjedisit jetësor, mbrojtja kundër zjarrit dhe kushtet për mbrojtje nga zhurmat të përcaktuara me ligj. Këtë kontroll duhet ta kryejnë shërbime të tjera inspektuese dhe ministri, ndërsa inspektorët e Tregut mes tjerash duhet të kontrollojnë sa është madhësia dhe lartësia e objektit, sa dalje ndihmëse e ka dhe sa shpesh ajroset hapësira. Por mbrëmë është kryer një kontroll i tillë multisektorial në diskotekat legale, klubet e natës dhe kabaret. И во текот на вчерашниот ден најавив дека овие тимови не се составени само од Државниот пазарен инспекторат, туку се вклучени повеќе надлежни институции кои што се заедно на терен, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи, и градежните работници кои што се искусни во оваа работа, трудовите инспектори, инспекторите од управата за јавни приходи, финансовата полиција е дел од тимовите, сите буквално институции кои што можат да дадат било каков придонес, за да бидеме сигурни дека минимално техничките услови мора задолжително да се исполнуваат сите се на терен. Sipas informacioneve, një inspektim i tillë komplekse askund nuk është i përcaktuar qartë me ligj dhe gjithashtu nuk ka afate se kur duhet ta zbatojë Inspektorati i Tregut planin vjetor për kontrollin e kabareve. Kjo mund të jetë pikërisht në fillim kur merret e licenca, por mund të jetë edhe vetëm një ditë para skadimit të saj. Për shkak të paqartësive të tilla ligjore, Ministria e Ekonomisë ka një grup punues që duhet të ndryshojë ligjin si në aspektin e kontrollit, ashtu edhe në masën e gjobave. Për ndryshe, nga dita e djeshme është kryer inspektim në 12 objekte me licencë aktive dhe të vlefshme, 3 prej të cilave nuk i plotësojnë kushtet minimale teknike. Dokumentacioni për 9 të tjera është ende në kontroll. Qeveria paralajmëroi se do të kontrollohen edhe objekte që punojnë në mënyrë jo ligjore.